Ngrinë zilet e kopeve ranjo, Shqipe nga shkëmbonja, gjëmo zëmërimi. Veshdanishti, i shtrirën në verilindje të Vlorës, qëndron në krye lartë me kurorën e gjelbër të kodrave. Kodrat, vendosur sup më sup njëra tjetrës, veshur me kostumet e gjelbërta, duken të gjallë në këtë ansambël malor të labërisë. Këtu flasin dhe gurët. Këtu flet isot polifonia. Mbi krye të kodrave, ajo më e larta mban në gjisë si foshnjë fshatin Veshdanisht. Prej këtu, në këtë kresh të lartë natyrore, vrojton 360 gradë, vështron Këndrevicën, Qikën, Tomorrin dhe Shpiragun, Stogojin dhe malin e bardhë, e në perëndim, sytë të lagën nga bluja e detit, e vështrimi arrin deri në brigjet e Italisë. O dimëro kërtejnë Veshdanisht, etimologjia e emrit sipas fjalorëve të sotëm na çon në kuptimin pik brojtimi. Nga kjo kresht, shet brigjet e Italisë, Fierin, kodrat e Ardenicës, Gjirokastrën, Elbasanin, e të duket sikur fluturon mbi krahët e një shqiponje
e shet gjithësin. Malit I kishe në vete, byrzyly plagët e rënda, labu. Natyrisht që unë jam birja e fshatit e shumë gjëra I di mirë, edhe pse nuk mund të flas me kompetencë për historinë e tij, se nuk I takoj fushës historisë dhe nuk jam historian, por duke u rritur atje kam mësuar shumë gjëra, dhe që mu dha mundësia në jetë, jam munduar që ato kujtimet të feministi vlerësoj me syrin dhe kulturën e sotme dhe dua të theksoj së pari. Veçanërisht ishte një fshat I vogël në lindje të Vlorës, rreth 300 metra mbi nivelin e detit. Dokumentacioni është I varfër si përgjigje shqipërimi për periudhën e hershme. Dokumenti më I rëndësishëm që kemi neve dhe më I vërtet I marrë nga arkivat e Turqisë është se rreth vitit 1395 fshati Veçdanishit kishte, sipas të dhënave që ka ky dokument, 48 burra, 47 të martuar, 1 të ve. Ky dokument përmban sa toka kishin sipas një sismat të asaj kohe. Ky dokument përmban sa taksa I paguanin Turqisë dhe duhet thënë dhe një e vërtet që të gjithë emrat e burrave, unë e kam parë, e kam pasur në dorë këtë dokument, ishin ortodoks. Ka dhe një fakt të pakundërshtueshëm që edhe sot e kësaj dite atje ku kishte shtëpinë ndjes pas Babalazja I thoshin te kisha e Babalazes. Pra vërteton atë që thot dokumenti se në këto vite të rreth vitit 1300-1400 ishim ortodoks. Pastaj gojdanat, tregimet e të moshuarve thonë që në periudhën rreth 1500-1600 kur filloi presioni I Turqisë për të ndërruar fen, një pjesë e madhe e veçdanishotëve ikën në Bregdet. Pa e përcaktuar nëse ikën në Imarën, Saranda, ndërmi, por gjatë kësaj kohe mendohet se ka pasur dhe një sëmundje e cila I detyroi pak a shumë ai fshat të mos ketë, me përjashtim të famultarit kishës që mendohet se ka qëndruar. Sipas gojdanave gjithmonë dhe sipas historisë, rreth viteve 1720-1740, domethënë ashtu siç I përket edhe koha e Ali Pashës 740-822, mendohet dhe na tregonin më të moshuarit se 3 vëllezër në Viciot nga Gjakmarrja ose ajo që quhet Bela në gjuhën shqipe, emigruan nga nivicat e Belenës dhe u ngulën në këtë kodër që ishte kodra e Veshdos. Çdo të thot veçdanisht dhe kodra e Veshdos. Mendohet se ky toponim është vendosur në kohën që mbreti I Bullgarisë pushtoi Ballkanin dhe bëri regjistrimin ose emërtimin e vendeve, siç e dini, që prapashtesa ishte karakteristike e gjuhës slave. Veshdos sipas bullgarishtes sotme do të thot pikë shikimi. Dhe ne bindemi për këtë, sepse po të ju keni vajtur veçdanisht dhe atje fushpamja është e tillë sa që sot që ka drita e tjera shikon gjithçka, kurse në atë kohë ishte një pamje aq e gjerë sa që nuk dihet ç'të shikoje më parë. Ky peizazh krenar, padyshim ka rritur njerëz punëtor, bujar dhe krenar. Jemi këtu pranë lapidarit të fshatit Veçdanisht me kryetarin e fshatit Sane Sinaj. Dihet që fshati Veçdanisht është një nga fshatrat e shumë të kësaj zone që ka qenë aktiv në lëvizjet për pavarësi kombëtare, por edhe në luftën nacionale shqiptare. Këtë tregon edhe lapidari që kemi këtu. Për këtë do të na flasi zoti Sane. Po, lufta patriotike nacionale shqiptare e vitit 44 u organizua dhe u themelua qeta e parë në Veçdanisht me komandant Lamçe Musaj. Dolën shumë partizan ku kemi 10 dëshmor si Rapo Mania, Veli Barjami I 20-s, deri që kur filloi, deri sa mbaroi me defekt në krah kanë qenë të gjithë pjesëmarrës të fshatit mbi 95%. Të gjithë njerëzit kanë qenë të organizuar, të bashkuar, nuk kemi patur ndonjë gjë në fshat, kemi qenë shumë fshat I civilizuar, ku kemi nxjerrë shumë njerëz me shkollë. Që tek Selman Zani që është pedagog në Tiranë, Selim Hoxha, shumë të tjerë, dhe pothuajse gjithë fshati në atë kohë ka qenë I gjithë me shkollë.
O të më kësyrin O ama buzën Karakteristikat që mbaj mend unë, mbaj mend vllazërinë që ekzistonte midis shtëpive apo njerëzve që përbënin veçdanishtin. Mbaj mend sepse kënga Labe ka qenë karakteristike e fshatit ton, aq shumë sa shpeshherë dasmat që bëheshin e zinin këngën një javë më parë. Ua më kujtohen nga ata që sot s'janë jetë, do t'i them ashtu si që thoshe Femini, Xharedini, Xhalamçia, Xhaimeri e të tjerë. Për shembull, kur kërcente Xharedini në majtë të këmbëve dhe i dyti ishte Xhalamçia, unë duke gjykuar me kulturën e sotme, e shikoja Xharedinin në majtë të këmbëve ashtu si shikojmë sot liqenin e mjelmave. Me gjithë të si fëmijë thosha, po ky pse kërcen maj këmbë? Kur ai rrotullohej dhe xhalazja e mbështete duke hapur pa krat, unë sot gjykoj se përveç anës artistike, ajo vare tregonte dhe karakterin burrëror. Kur këndonte Xhaimeri, Hanko mos shkoj në përvarre, jo vetëm zëri brillant, po unë shikoj emocionin me të cilën e transmetonte. Ai e ndjente po i këndonte një bukuri efemrore, dhe kur thosh se të vdekurit të ngjallë që vdikje fare, i dridhesh pak buza. I dridhesh pak buza sepse interpretimi i tij ishte emocional, interpretim artistik, por që e bënin nga tradita, jo se kishin mbaruar në një shkollë artistike. Kemi patur Sule Hoxhën që ka qenë arsimtar i parë i fshatit veçdanisht. Ka dhënë mësim në Velqe, në Kocule dhe në shumë fshatra të tjera. Edhe këtu është hapur shumë shpejt. Një karakteristikat ishte, ne kemi qenë fshat arsimdashës. Faktet që të regojnë të janë se nga të gjitha fushat, oficer, mësus, inxhinier, doktor, ekonomist, veteriner, agronom, dhe me thënë nga fshati ju një vogël, kanë dalë me shkollë të lartë një pjesë njerëzish vetëm si rezultat i karakteristikës së arsimdashës që ka qenë ai popull. Për shembull, mund ju duket çudi që nga veçdanishti në Llakatund shkonte Bujar Zani sepse do të mbaronte atë shkollë që mendonte se do të siguronte të ardhmen do ta bënte veteriner me të lartën. Ose nga veçdanishti në Vlorë rreth 14-28 kilometra kishte që kanë mbaruar gjimnazin. Këta banorë janë mikpritës. Edhe pse shumica kanë migruar, ata banorë që kanë mbetur ruajnë traditën e Labit. Të ftojnë në avllit të shtëpisë për një ujë të ftohtë a një rakit.
të pa dhe hëna, vëndin ta lëshoje, ëmbël mi dërgoje, syt një pikë kroje. Me grupin polifonik të Vezhdanishtit, me bujarinë e këtyre banorëve, minutat arratisen, e mund të rish me orë të tëra, me këtë këngë të lashtë, në këtë kresh të lartë si në avlinë e Perëndis. Mos më bën të vuaje, më preve me vetull, që më ke robëruar, shpirtin ma ke tretur. Mos më bën të vuaje, më preve me vetull, që më ke robëruar, shpirtin ma ke tretur. Që më ke robëruar, shpirtin ma ke tretur. Mojere dafi nëse vesuar në. E kështu ka qënë brez pas brezi, në hidhërime dhe në gëzime, në mort dhe në dasma. Këta banor kanë qënë pranë njëri tjetrit. Por gjithë të zezat e jetës, labia thot veç se me këngë, e kështu është në çdo avli, në çdo shtëpi, në çdo dasëm të kësaj ane. Edhe pse një fshat I varfër, e që kryesisht jetohet me blegtori dhe pemtari, janë të shumta investimet, që larg duken pemtoret e bijve të këtij fshatit. Fuad Breshani, Cane Sinaj e të tjerë banor, kur nuk kanë dashur të largohen e të investojnë diku tjetër, por këtu, në tokën e të parëve. Zbresim nga kjo sofër qellore dhe hyjmë tek një tjetër djalë vezhdanishtiot, që ka bërë një investim serioz në fushën e turizmit. Vasil Bedini, në Hotel Regina Vlorë, na pret me bujari në mjediset e tij. Shumë nga djemtë e Vezhdanishtit, edhe pse të larguar për arsye pune, biznesi apo migracioni, nuk e kanë harruar fshatin e tyre të dashur të lindjes. Vasil, ju jeni një djalë fshati I cili jeni larguar me banim në Tiranë, keni biznesin tuaj. Na bë përshtypje impenjimi I vazhdueshëm dhe shumë serioz për aktivizimin e grupit polifonik të Vezhdanishtit. Është një trashëgimi kulturore. Polifonia Labe është një diçka që ne kemi trashëguar dhe gjithmonë trashëgimit duhet të trashëgohen më mbrapa. Këta çuna kanë vite të tëra që kanë mbajtur polifonin Labe në nivele të dhura, në ato që meriton polifonia Labe. Dhe edhe sot janë mbledhur, bëjnë të njëjtin gjë. Ato që kanë bërë më mirë, po përpiqen që ta trashëgojnë te brezat më tutje. Nuk duhet të gjithë neve që vim nga një trev apo vim nga një vend I caktuar, pavarësisht se nga vim nuk duhet të harrojmë asnjëherë atë që nga vim. Jam I bindur që ta kanë akoma shumë për të dhënë, sepse e kanë gjak, e kanë gen
deri në moshën sa të jetojnë, do ta bëjnë këtë gjë. Dhe shpresojmë që edhe brezat që po vinë mbas tyre të bëjnë të njëjtën gjë, që ajo që thash pak më parë, e mira nuk duhet të shuhet kurrë, por duhet të ketë një vazhdimsi. Kemi projekte bashkë me djemë tjerë të Vezhdanishtit për të investuar në fshat, për ta bërë ambientet dhe jetën më të lehtë, duke investuar në infrastrukturë për fshatin tuaj. Projektet kanë qenë gjithmonë në diskutim, por fshati jonë shquhet për atë qetësinë e dur. Nuk varet çdo gjë nga ne gjithmonë kemi qenë dhe jemi që fshatrat tanë të ripërtërinë apo të rikthehen asaj jetës së tyre kulturore apo jetës së mirë, por jo gjithçka varet nga ne. Kemi edhe struktura të tjera të cilat duhet të përkushtojnë vëmendjen e duhur që fshatrat saktuar apo projektet saktuara të destinohen atje ku duhet dhe bashkërisht të bëjmë çdo gjë më mirë se sa është. Më vjen keq për ty, ja prandaj pas të mora, do jemi gjithmonë unë maliti bora. Në blun e thellë të detit, kënga polifonike duket sikur shtrihet me dallgë. Është ka dërguar hëna apo djeli, pa më thuaj të lutem sa yje ka qeli. Në jendonja ëngjëll udhën ke lajthitur, apo sjell me lemi zemrës së goditur. E këta djemë të grupit polifonik të fshatit Vezhdanisht ja kanë thurur me vargje halleve, derteve, gëzimeve, ashtu si këndohet në këto maja malesh, me zërin e ëmbël të kalës. Të shtatë ngjyrat e yllë berit, ajo degë, ja edhe ti jesh larg vendlindjes dhe gurve të tokës tënde. Zëri i kalos, kthesa e nebiut, hedhja e Yzedinit, të ngjallin imazhet e kodrave, luginave, dhe isoja e Fuatit, e Lushit, e Canes, e Nelos, duken si malet për rreth që mbrojnë këtë kresht nga erat dhe furtunat. Po tha gurët e avisë më të, dalë putha dhe portën, o muret kupi vasisë, s'jukë mejt më japi në botën. Po tha gurët e ngriu e atë
ty bjerë, mos u ëngçmoj bukë kur të shtyllë me këmbë të tjerë. Grupi polifonik i Veçdanishtit është identifikuar jo vetëm si grup, por sidomos me marsin e tij brillant, Kalo Bregu. Një këngëtar pothuajse profesionist i apasionuar, i cili tërë jetën ja ka kushtuar këngës polifonike labe e sidomos asaj tradicionale të Veçdanishtit. Kalo, sa vjet keni që këndoni me grupin polifonik të Veçdanishtit? Ju faleminderit një për intervistën, por po të themi për këngën ku kemi filluar, po thojna vitet 70. Dhe fillimisht kemi filluar bashkë me profesorin Bali Zakës. A ke ndonjë numër parafërsisht sakt sa këngë ke interpretuar deri tani? Nuk i them dot. Sa nuk e Çfarë ndihen kur futesh në këngë, kur ti këndon me grupin? Si ndihesh? Jo, kjo dihet kënga njerë nuk këndoj vetëm. Në realiteti. E unë këngë që e kam bërë, se kam bërë vetëm kur, ba kam bërë bashkë me ta shumë. Po mos që i këta unë s'këndoj vetëm. Ne ke filluar zakonisht në këto aktivitetet nacionale që bëshim me këtë grupë që nga 78-a, në 83-shin kemi konkuruar, ka qenë shumë tjerë që si janë këtu, sot, dhe sa nuk janë edhe kanë ndërore jetë, shokët tamë, janë kanë ikën moshtëre. Edhe atë vit kemi gjëkuruar nga presidiumi Komunës Popullore Isha Tjera, me ordin e infrashin. Pasaj festivalin Arsën prapë, shkuam me këngën e Les Verdës. E them drejtën, me këta që kam të unë, aje kënga dalë me zërat e këtyre, jo me zërin tim. Unë qofë se ati në shpitë kulturës, do beja për provë, ke jepja sa e merja, unë e lija këngë, se kënga shusht. Edhe unë dhe si ku lëvizja në për salë, të gjoja këta do vazhdojnë kështu. E unë momentin e dur do veja hop dhe ndryja prapë këngë. Ja këta i din vetë të rëkë të gjera. Që ka qenë zërat e koordinuar, haqë bukur. Shumë modest dhe mirënjohës për shokët e tij të grupit. Por unë doja të dija, a si e konsideron Kalon pa këngën? Shiko, unë tani vetë, a shumë ka ndodhur një halë im që më ra, duke kënduar një aktivitet në Trashëvit, unë mësova një i frak në zemër. Në staj këtyre shoke, kemi pronë shumë shpejt spital, edhe i frak të i mëra pëthoj sa mbrit në spital. Dhe tani, them drejtën mos atë zjasat, unë prapë, pavarësisht se me shpirtë e me zemër, nuk këndoj ashu me zë, nuk këndoj dot, po unë me shpirtë e me zemër jam të kënga, e nuk hej do të më një kur. Dëgjova këtu edhe një porosi nga vëlla juaj, djali fshatit Vasil Bedini, i cili këmgulli që ju grupin ta ripërtrini, ta rifreskoni dhe të siguroni vazhdimsinë. Si mendoni se do ta bëni këtë dhe a do ta arrini që vazhdimësia e grupit karakteristik të Veçdanishtit të jetoj, të vazhdoj në breza? Të them të vërtetën, është që ke vështirë, sepse të gjithë djemët e fshatit tonë të rinjë që janë i njomë që dhe këndojnë janë larguar nga vend. Dhe kanë hapur punën e tyre janë shumë largë. Ndihma ime dhe këtyre shokët tjerë se ne jemi të afërsinë një moshë të thërë do jetë kur do herë do mundohemi që mas u realizojmë, mas u ndrëm prapë të grupë. Që ge ku që proto vjeshta,
Të shtatë ngjyrat e yllë berit, Au thaftë ajo degë, ja u thaftë ja u thaftë ajo degë, ja u do t'i ndërkrahët e gjëra, do të rëndesi vaj hua, do t'i ndërkrahët e gjëra, do të Këta njerëz kaq fort të lidhur me njëri tjetrin i bashkon dashuria për këngën, respekti dhe mirësia për të qenë në krah të njëri tjetrit në të mirën në të ligë. Fuati, iniciatori i këtij aktiviteti, është i emocionuar e nuk gjen fjalë të përshkruaj respektin dhe vlerësimin për të gjithë shokët. Kalon do ta mbajmë në këngë tërkohën. Edhe të gjithë si shokë që jemi, do mundojmë që të bëjmë edhe një disk tëri me disa këngë të reja për fshatin edhe për të gjithë neve. Pra jeni të predispozuar që ju të vazhdoni aktivitetin artistik të grupit polifonik të Veshdanishtit, kjo edhe nëpërmjet argjonimit dhe rifreskimit të tij. A keni projekte konkrete për këtë? Tani kemi disa projekte, së shpejti. Pra Veshdanishti ka të rinj që janë të apasionuar mbas këngës labe? Së shpejti do mundohemi që t'i sillim këtu në këtë grup, të rinj në fshatit Veshdanisht, që ne grupit ta majmë gjallë tërkohën. Si që dini ju si gazetar, ka talentet përgatitura të kultivuara, ka dhe talentet lindura. Veshdanishotët që këndojnë janë talentet lindura. Në ku e mbështes këtë që them. Unë ju thash pak më parë që kam punuar me këta djemë në rini, por kur vinte puna për këngën labe që ishte pjesë e repertorit që do të shfaqim në si fshat, unë lija Kalobregun, bilbilin e grupit, njeriun që na bëri të njohur bashkë me këta të tjerët, dhe ulesha sepse e dija që talenti i lindur, zëri brillant i Kalos nuk kishte nevojë as për ndërhyrjen time dhe të as një regjizori tjetër, qoftë ky i shkolluar për muzikë. Bariu, si njeri me përvojë, nuk mund të mos flas për bukurinë e rrallë të Veshdanishtit, e jo vetëm peizazhi natyror, por edhe ai shpirtëror që kanë lënë gjurmë në jetën e tij dhe të brezave. Kohën që ky grup ka marrë çmimin laureat të festivalit, natyrisht i bire Veshdanishtit u gëzova shumë, por nuk përbëri ndonjë habis sepse unë ua njihja talentin, dëshirën dhe dashurinë për këngën labe. Ajo që vlerësoj unë, edhe pse jo njohës i mirë këngës labe, është se në tërësinë dhe në gamën e polifonisë labe, Veshdanishti e ruajti atë traditën. Besoj se ata që e njohin këngën labe, duke dëgjuar këngë të ndryshme, kënga e Veshdanishtit është kënga e traditës labe pa lëvizur, por duke e ngritur në një nivel më të lartë artistik. Dhe niveli i lartë artistik, që i ka rënë te geni e atyre që thash, vjen si rezultat i zërave të këtyre djemve,
Vlora tundja tjeta vëndim brekullive, maten me saza në degate ullive. Vlora tundja tjeta vëndim brekullive, maten me saza në degate ullive. Kënde guz babaja një urate male, ande qafe topit lidhur si sorkale. Kënde guz babaja një urate male, ande qafe topit lidhur si sorkale. Gjes disa Evropën, gjes disa Azinë, gjerte mole kuqe shkova gjerë në kinë. Gjes disa Evropën, gjes disa Azinë, gjerte mole kuqe shkova gjerë në kinë. Dhe merete bardha mora edhe dhashë, por si Vlorën ti me një qytet nuk pashë. Dhe merete bardha mora edhe dhashë, por si Vlorën ti me një qytet nuk pashë. Moj dora me bërë lyqe, Kënga polifonike është kushtrim, edhe kur ajo vjen me nota të buta, ajo është një klit me thellë që buron nga shpirti. Shpërtimet e melodisë së saj kanë skalitur në shekuj vlera, personalitete, ngjarje dhe gjëma që asgjë të mos hesht, por të udhëtoj me brezat, të udhëtoj me zërat. Si vlezër që kanë jetuar bashkë në këto brigje, kënga dhe deti lodrojnë dhe i mbajnë iso njëri tjetrit. Një udhëtim i shkurtër me anije Regjina në radhim, në përforcon ndjesinë e kësaj vllazërie shekullore. Kënga dhe deti, bluja e thellë si thellësia e shpirtit. E këtu Kalua, Yzedini, Ëngjëllushi e Nebiu, Fuati e Nelua, jashtrojnë këngës me valët e detit, këngë me vaje dert për djemtë dhe bijtë e nënave që morën rrugën e emigrimit.
kënga dhe deti, me kostumet e bardha të labit dhe kreshtën e malit mbi krye, na kanë magjepsur përjetësisht në vlorën e flamurit.